kemi pasur mundësinë që të vim këtë te kampi pyjor i Kosovës, ku kemi pasur po ashtu mundësinë që të shohim një numër të madh të bimëve, të kafshëve, si të pyet që i ka këtu Kosova në Blinaj. Rëndësia e këtij kampi pyjor është shumë e rëndësishme për ne, sidomos për ne të rinjt, për arsye se për pylltarin na nuk ka që folëm shumë në dishmërinë tonë, kështu që me marr pjesë këtë kamp ka qenë një vlerë shumë e madhe për neve dhe një mësim shumë i madh për neve se ç'është mi mbrojt ato. Roli i një pjesëmarrje të tillë me nxënësit e shkollës mesme, konkretisht gjimnazit Gjevdet Doda për kampin e pyjeve është me një rëndësi të madhe, për arsye se nxënësit e kanë një mundësi që të kenë qasje drejt për drejt, më saktësisht në pyllin e Blinajës, duke ditë rëndësinë mbi biodiversitetin në përgjithësi që ka ky pyll, dhe duke u njohur më nga afër konkretisht mbi problematika të ndryshme që kanë të bëjnë me pyjet, me organizmat e gjallë që jetojnë në mjedise të tilla, si dhe po ashtu edhe për ndryshimet klimatike që janë duke ndodhur konkretisht edhe në vendin tonë.